Nga sot nis aplikimi për provimin e maturës shtetërore, testi do të përfshi 4 lëndë me gjithsej 100 pyetje. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit njofton maturantët se nga sot 27 maj 2025 do të fillojë aplikimi për provimin e maturës shtetërore. Mashti njofton se aplikimi bëhet përmes platformës e-Kosova dhe do të zgjas deri më 10 qershor 2025, ndërsa aprovimi i aplikimeve nga koordinatorët e shkollave do të bëhet nga 1 deri më 11 qershor 2025. Provimi i maturës shtetërore në Kosovë është planifikuar të mbahet me 21 qershor 2025, kurse rezultatet do të publikohen me datë 30 qershor. Nxënësit që e kalojnë provimin e maturës do të mund të shkarkojnë certifikatën digjitale nga platforma e-Kosova. Testi do të zhvillohet në një ditë të vetme dhe do përfshi 4 lëndë: gjuhë shqipe, gjuhë angleze, matematikë dhe një lëndë me zgjedhje. Secila lëndë do të ketë nga 25 pyetje me gjithsej 100 pyetje, thuhet në njoftim.